Unë kom bë ftesë të dy partive, edhe Lidhjes Demokratike edhe Vetëvendosjes. Edhe unë kom ofruar të dy subjekteve politike. Edhe Vetëvendosjes? Edhe RDK-s, edhe PPA dhe Vetëvendosjes. Oferta e ime është shumë më mirë se sa e zotit Eleza. Unë RDK-s ja kam lënë letrën e bardhë me shkruar çka ata dëshirojnë. Zenon, juve ju vyn vetëm edhe ne me kriju shumicën asamble, më intereson në koalicione. A keni formu koalicion me dikend para datës së zgjedhjeve të dielën? Me ken keni me kriju koalicion? Unë kom bë ftesë të dy partive, edhe Lidhjes Demokratike edhe Vetëvendosjes. Me Lidhjen Demokratike kemi një koalicion parimor, po jo të detajzuar, cilin do ta bëjmë pas zgjedhjeve. Dhe besoj edhe shpresoj. Parimor sa drejtori i bjen? 4 pozita. Okej. 4 drejtor. Do me thonë, LDK-ja veç nuk është e nënshkrume, a? Jo. Nuk është e nënshkrume, por jeni të gatshëm me i dhonë 4 drejtori. Cila drejtori, a e keni do? Se kemi detajzu. Se keni definu. Nuk e kemi formalizu. Sokol, ju a keni para po koalicion me dikend? Edhe unë kom ofruar të dy subjekteve politike. Edhe Vetëvendosjes? Edhe RDK-s, edhe PPA dhe Vetëvendosjes. I kom ofruar bashkëpunim. Dhe oferta e ime është shumë më mirë se sa e zotit Eleza. Ata ka pranu Vetëvendosja ofertën? Të dyja kanë pranu ofertën. Do me thonë, Vetëvendosja e ka pranu edhe kushte? Edhe RDK-ja. E kanë marrë si propozim, po jo që e kanë pranu. O, Sokol, po thot Zenuni edhe këtia kanë pranu. Po unë nuk e di... Jo, mu ma kanë pranu, na kemë marrëveshje. Unë nuk e di konkretisht me kanë ka folë zotit Eleza, prej anës LDK-s, por mbi gjitha. Ata tute e kanë përgënjeshtru një publikim që ka qenë Vetëvendosja, ka përgënjeshtru. LDK-ja nuk e ka përgënjeshtru. Unë e di që tash për të me hinë këto tema jo shumë të këndshme, po se për të mërujt nivelin e debatit, po djali ju i ka thjesht lina infën, edhe i ka thonë se kemi bë marrëveshje me LDK-n, dhe sort marrëveshje të nënshkruar nuk ka. Pa mbarësirë sajna, këto që bëhen për me subjektet politike të cilat s'kan pas fatin me qenë pjesë e kësaj gare, për mu është shumë më rëndësi që të bëhet me qytetarin. Mirë, Sokol, e murën vesh çka i ka ofru AK-ja LDK-s, 4 drejtori. Ju çka i keni ofru Vetëvendosjes LDK-s, nëse vinë në koalicion me juve? Unë LDK-s ja kam lënë letrën e bardhë me shkruar çka ata dëshirojnë. Ka dojnë. Çka ata dëshirojnë. E çka kanë dashur ata? Hala s'ka ndonë përgjigje, po presim një përgjigje për tyre. Unë besoj se LDK-ja është një subjekt institucionalist dhe mendoj se kanë dhënë një përgjigje për te. Nën kryetarin edhe sa drejtori i kanë lyp? Ata jo s'ka kërkuar asgjë. A kur gjë s'kan kërkuar? Jo s'ka kërkuar asgjë. Thjesht po presim. Pikëshyrin çish po dalin rezultatet, a? Kanë marrëveshje me ne. S'mujnë me. Unë një di që qytetari është tash para 2 alternativa, para asoj alternative që e ka zhvillu komunën e Klindës, si që është unë në këtë rast, dhe afërsia që ka me qytetarët të dy subjekte, unë mendoj se fituesi i kësaj gare do t'jem